Weekend që kemi lënë pas ka pasur zhvillime të shumta në raportin mes Ukrainës dhe Rusisë. Sipas agjencisë inteligjencës ukrainase SBU, 34% e transportuesve strategjik të raketave lundruese në aeroportet kryesore të Federatës Ruse janë goditur, ndërkohë në anën tjetër Rusi dhe Ukrainë po vazhdojnë takimet për qetësuar situatën. Të paktën sot në mëngjes ishte parashikuar që takoheshin në Stamboll palët. Çfarë kuptimi ka ky sulm? Dy shtetet po mbajnë pra takime për të gjetur zgjidhjen. A do të arrijmë paqen apo do të eskalojë gjithçka më shumë atje? Luty Bilali, bashkëmarrëshëm në këtë blog. Faleminderit shumë që jeni këtu. Naci. Në një lidhje drejt për drejt vetëm pas pak nga Stambulli, Sokol Brahim, me që ka pasur zhvillime atje, nuk është se si mund të mungonte sot Sokoli për të na raportuar për atë që ka ndodhur. Sokol, mirë se vjen. Mirë se gjeta. A ta nisim një ta marrim vesh ka ndodhur diçka atje? Sokol, a ka tim të bardhë nga Stambulli? Po, në fakt do fillonte mbledhja, do fillonte tavolina, do fillonte në orën 13 në orën lokale të Turqisë, por tashmë edhe pse kanë kaluar disa orë, pas 2 orëve filloi dhe në kryetarinë e zotit Hakan Fidan tashmë ka mbi 20 minuta që ka filluar negociatat pala ruse dhe pala ukrainase, janë ulur së bashku duke i përcjellë Hakan Fidani, ku edhe u pronuncu për media, ku tha që tashmë do ulemi në tavolinë dhe presim me gjithë dëshirën që të kemi një fytyrë të bardhë, siç e thatë Jehona, por normalisht që edhe sulmi që ka bërë Kieva ditën e kaluar, domethënë dje normalisht do të ndikojë ndoshta te këto, por gjithsesi Rusia nuk ju shmank. Po vazhdo, sepse Kieva është një fshat në Kosovë, sa për informacion. Kiev, fekse. Po vazhdo. Këtë nuk e dija, faleminderit e mësova dhe një. Kjo është Kosova Today, Sokol. Ti na mëson diçka, ne pak ne ty. Pa tjetër, Kievi ka sulmuar, dhe më thënë se që thatë dhe pak më parë, dhe kësi dhe të ndikoj, normalisht që kjo i rritë forcen në tavolinë edhe Kievit, dhe për këtë arsye, edhe ndoshta edhe Rusia nuk e ka ma atë forcen, por dhe të thënë edhe kjo që sulmi që ka bërë, dhe më thënë 4.000 kilometra brendësit Ukrainës që në kufi me Mongolinë, kjo tregon që me të vërtetë edhe inteligjenca ndoshta amerikane nuk e ka ditë që është ende e fortë për të mbiqendruar Ukraina. Në këtë aspekt tashmë kanë filluar negociatat dhe të paktën tashmë pritet që të kemi përsëri ndryrimin e pengjeve të luftës, po ashtu dhe për një armë pushim, por së dhe ta arritet të ta shohim në orët në vijim kur të prononcohen zyrtarisht. Por si e sheh realisht opinionit turk, zotri Brahim, që e fillua me juve këtë intervistë, si e sheh opinionit turk dhe çfarë i konvenon brenda kësaj tavolinë të Turqisë? Ne e dim se Hakan Fidan është një mjeshtër i gjërave të tilla. Po edhe Hakan Fidani, por edhe presidenti zoti Erdogan normalisht janë mjeshtrat të kësaj teme, sepse ka 20 vite që janë në krye të shtetit dhe kanë drejtuar krizat të tjera, jo ndoshta jo kaq të mëdha, por si puna e kësaj dhe kjo i konventon Turqisë sepse këto negociata po bëhen në Turqi, në Stamboll, dhe kjo është një pikë. Dhe këtë e do Erdogani në realitet, të jetë protagonist në këto marrëveshje të mëdha. Po, pa tjetër, plus që me të vërtet ka qenë pak e habitur edhe opinioni turk, apo mund të themi edhe kolegët tanë, gazetarët dhe ata që flasin për këtë temë, ekspertë, specialistët, që nuk u prit, dhe më thonë, një sulm i tillë nga Ukraina e Rusisë në aq të thellësi, dhe më thonë, një plan i përgatitur, paktën ashtu që quhet zyrtarisht që një vit e gjysmë, dhe kjo duket sikur i ka fituar më shumë, dhe më thonë, pro Ukrainës, dhe ndoshta tashmë Ukraina ka dorën më të fortë në tavolinë dhe me të vërtetë që Putini do të tërhiqet pak mbrapsht në dëshirat e tina, në ato që ai ka folur, por sot në prononcimin e Hakan Fidanit pritet që të dyja palët i ashtrojnë njëna tjetrës kërkesat e tyre dhe kjo do të jetë për herë të parë, domethënë që ku ka filluar lufta, por se si do të kemi reagime do të shohim në orët e vijim. Do të shohim. Kthehemi vetëm pas pak tek ty Sokol me Bilalin, do doja shumë diskutohet tutje, çka tutje në fakt apo e çon Ukraina Rusinë në ujërat që se priste dhe cili do të jetë reagimi rus. Kjo është shumë e rëndësishme. Goditja, mund të them, ka qenë befasuese, edhe shokuese për gjithë.
hyrja në territorin rus dhe duke kaluar deri në Sibir, mendoj që është jashtëzakonisht teknologji sensacion. pak të kushtueshme. Në krahasim, po me të drejtë. $7 dëm. Sepse teknologjia thuhet është disa qindra mijëra euro, ndërsa u shkatruan 7 miliard. Tupolevi 95 dhe 22 janë, nuk thamë be 52 shqit Amerikan, po dikun ato janë përbartu se jashtëzakonisht që përbojnë e vete. Me qenë se në opinioni u frikë nuk kanë pas, në përbojnë aeroplanet nuk kanë pas armë bërthamore. Por bazat e tyre kanë qenë raketat ato. 7 miliard dëmi ka qenë. Por ajo pyetja që Jo, se po mendoj kishte qenë rrezikshme që Kjo ishte fatale. Po, ishte fatale. Shumë mirë këtë që po e cekni, pra janë shkatruar jo flota bërthamore, po 30% e flotës e aftë për të mbartur pastaj pilula bërthamore. Armë nuk bërthamore. dihet, është goditur thuhet që edhe një Tupolev 160, nuk ka, me qenë se tash është një luftë speciale që mund të flitet ndoshta paka shumë intensiteti i informacioneve mund të jetë ndonjëherë klavitur. Dalmë në detaje shumë ajo është që lije treta flotës, kam fjalën, për bombarduesit rus është shkatruar. Dhe kjo shifrat janë milarqe. Si është e mundshme me 300 deri $900 që kushton në FPV dron, i cili i maskuar dhe i kryen në mënyrë perfekte nga SBU-ja ukrainase. Mund të them që le shumë për studim. Pra është çështje strategjie, Bilali, jo çështje e pasjes në funksion të zëm armatim të sofistikuar të shtrejt, është çështje strategjie, se si e merr Ukrainasit se bën një operacion. nuk dihet, tash është ky koprodhim gjerman afër Bavarisë dikon, një prototip i tillë, apo është autonom nga ana e ukrainasëve, është thirr të thuhet. Por kjo do të jetë çështje se nëse bota ekziston ende, do të jetë çështje studimore edhe për doktoraturë. Kryerja Nëse bota ekziston ende, pse ju mendoni se Rusia do ta aktivizoj arsenalin e saj nuklear? Ja, shef, me qenë se kemi sot një prononcim duket të Putinit edhe Medvedevit ma herët, që do të goditet diçka qas deri me tani tash thëm drejten hakmarja drejt që do të jetë fatale. Do ta bëj këtë? Fatale. Mirë, unë lutem që nuk po them që avangardi hipersoniku mund të përdoret. Oreshniku besoj gjithsesi. Kur e bëjmë këtë, Bilali, në fat kohor? Sonte nga sonte deri në 30. Nga sonte deri në 30 Po në mund të 30 do të jetë sulmi ata shumë dhe mendoj që ato dy sabotazhe që bën mbrana në korrudat e trenit brenda Federatës Ruse, që janë godit do të thotë infrastruktura civile, do ta marrin që meritojnë arsytim rus që mos të ketë për zgjedhjet të kësaj. Deri ku do dëgjojmë pasojat e këtij sulmi? Mendoj që pjesa Lvivi perëndimore afër Polenis dhe Kijevi, caqet e infrastrukturës shtetërore, Duma Ruse, shërbimi inteligjent, Duma Ruse, Rada Ukrainase, do t'jenë caqe të goditjes, por edhe shumë baza, pika tjera, që Rusë për me satellitve mund t'i, veç i kanë koordinuar. Por, zotri Bilali, ju nuk e shikoni se ata u dëmtuan nga një flotë dronësh dhe mendoni se nuk mund t'a përsërit Evropa dhe Ukraina një gjë të tillë, sepse në këtë moment që po flasim, do të ishte pjekurie Rusisë që të futej pastaj me të gjithë arsenalin e saj në këtë luftë, ku e pam se me disa qindra mijëra euro i humbi 7 miliard? Jetojmë në kohën ku luftrat i kem të teknologjisë së lartë të dronëve. Sakt. Realisht, shifet, mund të them edhe detin e kuq ka pas aksionet të Jemenit çuditshme, edhe pse fuqia amerikane shumë e madhe, por luftën sot e kemë me një teknologji të lartë që me kosto jo të lartë, mirë po aviacioni, shef, do me dal pak të Sokoli, se di që ka pas kënë hoj Erdoganin që do të bjenë shpejt, por jo në hoj në atë kuptimin, por ka prognozuar. Po dhe me rang, do shta, që neve nuk është me... Flota turke, 5 komponente të përbashkëta nga dronet.
Bajraktar, Kizil Elma, Toni, dhe mendoj ajo çka është pa pilot, avioni... Shota, që po... Jo, është Anka. Po, Kolla e kuqe ishte pa... Jo, dhe Anka është, pa pilot. Do të thëtë nuk ka shku rasisht Turqia në këtë projekcion. Sepse luftat e ardhshme goditjet më të mëdha në luft do të jenë nga sistemi që do të zhvilloj elektronika, mbrojtja elektronike, siç është Korali turk, dhe dronet. Dhe kjo nuk është e rastishme në Rusi, por është e rëndësishme si ka mujt 5.000 kilometër të afrohet dhe të krye aksionin me forma kamikaze të kamionëve, mund të them me kontenjerët e tyre, dhe është jashtëzakonisht Madje presidenti Ukrainas ka deklaruar se ne kemi arritur që para fillimit të aksionit të tërheqim të gjithë agjendët tonë. Pra ka qenë aksioni i bërë në disa grupe, një grup ka qenë vetëm që i shtrin rjetin se ka do të kalojnë dronët. Dhe paramendojnë të gjithë ata persona që kanë punuar teknikisht brenda Rusis kanë arritur të zhduken para se të filloj sulme. Po që se geografi në shqeqohëm të kufirit të Rusis, 17.000 km2. 17 milion kilometra katror. Pjesë Azisë qendrore, a kanë mujt nga Dagestani, nga Kazakstani, të hyjë të grupe çështje sekrete tyre, sepse depërtojsh në territor 5.000 kilometra të baza kush gjujtur atje në Sibirin jugor, unë mendoj që është a interhjek kron t'i po pytë. Është dilematike. A kanë mujt të tërhiqen? Jo, ka deklaruar Zelensky, deklaruar se ne madje arritëm. E rëndësishme për Ukrainën është që ka dhoni para halbur, mund të thamë që historia... Do të mësoj gjatë. Ta mësoj gjatë. Kjo është e rëndësishme. Dyta, si do të evoluoj situata ta shetutje, besoj do t'jetë edhe një panik, edhe për qytetarin rus, edhe për Putinin, që bisedimet duhet të përfundoj sa ma shpejt, sepse goditja mundet më ardhë edhe në forma tjera. Tu desh me dalë të Sokoli, pse ju desh të bënte në fakt se ne edhim, strategjikisht në aspektin ushtara, kjo është një fond presioni, më pas sepse pikrisht sot përmban pra takimi mes dy palëve të përfaqësuara nga shtetet e tyre natyrisht në Stamboll, dhe pse u desh të ndodhte kjo një ditë përpara se të zhvillohej ky takim në Stamboll? Po Jehona, në fakt, këto taktika janë taktikat e luftës, që kanë qenë që 3-4.000 vjetë në historinë e luftës, dhe nëse ju kujtohet një thënie e një ndër luftëtarët më të tmerrshëm të botës që ka qenë Xhengiz Hani, thotë nëse dikush të bën fjalë për paqe, po kur bën fjalë për paqe ty, ai e mpresh shpatën e tij, atëherë atë di mirë se për çfarë bëhet fjalë, dhe për këtë arsye automatikisht nuk kemi ende paqe dhe pa mbaruar çdo gjë në tavolinë, pa firmosur çdo gjë në tavolinë nga liderët e shteteve, atëherë çdo gjë mund të ndodhin, por ajo që ishte domethënë ditën e dieshme që ka bërë bumin e madh në arenën ndërkombëtare, po ashtu edhe në Rusi, tregon që me të vërtetë Rusi nuk është aq i fortë sa duket, e ka një arsenal armësh bërthamore, nukleare, kjo është tjetër, por ato armë nuk janë Kalashnikova që të përdoren domethënë si të duash, sepse në fundit i vjen fundi edhe asaj vetë, por ajo që bëri pas kësaj, domethënë mos reagimi ende i saj, ndoshta të më hak merr, kjo është tjetër, do ta shohim në ditën e vim, por tashmë sa marrim të dhëna nga informacione nga kolegët tanë apo në median e Moskës, janë krejt qartë që tashmë qindra vetë janë arrestuar nga shteti rus, domethënë nga Putini, për arsyet si s'ka qenë inteligjenca, ka që gjenë furë bëhet fjalë për 16 muaj një përgatitje e tij dhe shkojmë në këtë gjendje, dhe kjo shikohet domethënë nga ana ruse që mund të kemi edhe shumë probleme aq më shumë të mëdha, sepse nëse ju kujtohet edhe me Bagderin ata u nisën drejt apo shkoshin drejt Moskës, tash shkon Vladimir Zelenski ku u prisi që Moska, që Rusia do ta merrte për 2 orë Kievin, do ta merrte krejt Ukrainën, dhe më shumë në këtë gjendje, kjo lën shumë për të dëshiruar, dhe kjo edhe pse ndoshta mund të rrisin tensionet mes dy palëve, përsëri është një do të shohim se jo gjithmonë taktikat e përdorura shpesh dalin të janë suksesshme, le ta shohim sepse pra përballë Ukraina ka një agresor siç është Rusia, dhe siç edhe tha Bilali, kam paralajmëruar se mund të ketë një super shpërthim dhe super sulm. Do të shohim si çfarë do ndodh. Po. Faleminderit shumë Sokol Brahaj, kënaqësi për herë të kemi në program.
Gjithashtu kënaqësi për mua, ju përshëndes. Faleminderit shumë. Ndërkohë, zoti Bilali, meqenëse jemi duke folur për zhvillimet në Rusi, ka pasur një zhvillim tjetër që është shpërndar masivisht në rrjetet sociale, sepse bëhet fjalë për një incident që ka ndodhur gjatë festivalit muzikor Tbilisi Open Air, ku këngëtari gjeorgjian Erkle u përfshi një akt provokues duke urinuar mbi flamurin rus në skenë. Ky veprim u regjistrua me video dhe u shpërnda gjithsesi në media sociale, duke shkaktuar reagime të forta në Rusi. Një tjetër roli i Gjeorgjisë këtu, çka do të ndodhë në fakt? Në Gjeorgji pak është problematike që forcat proruse kanë fituar, thëmë drejtë pushtetit. Çka u bë kështu, sepse është një fenomen në fakt vendet që kanë pas diktaturë, priren të zgjedhin lider që janë të lidhur disi me Rusinë. Si është e mundur kjo, a? Gjeorgjia ka një histori interesante, sepse edhe vetë Josef Stalini vjen nga Gjeorgjian. Po pyes, sepse normalisht duhet të shlirohesh nga ky okupimi, apo këto vende kanë nevojë gjithmonë për një forcë okupuese, nuk kanë që t'i kontrollojnë. Përpos besimit fetar nuk janë rus gjeorgjanët, janë etni tjetër, por mendoj që aktet e tilla në çështje sensitive mund përdoren, është i pahishëm aktet të tilla mund kudo që ndodhin, mirë po reaksionet edhe të popstarve, apo të aktorve, apo njerëzve që... Kanë influencë, zotër Bilali, kanë një influencë Po, normal, edhe PSG-ja e majtin në flamurin. Është kjo një lloj gjëje që luan Rusia me Serbinë pra në Evropë, se kam elemente destabilizuese, e njëjta gjë të cilën po ja bëjnë këto vendet rreth Rusisë me një përkthjelje nga Evropa. Serbia, se sferi rus ka bën një, mund të them, ankimim shumë të madh në Serbi, për shkak të furnizimit të ukrainasve. Dhe raportet e Vučićit me Rusinë nuk janë bashkë në nivelin e tillë. Më lejo vetëm shkurt 3 sekonda. Shkurt, lutem. Është një bloger ukrainas dhe ka shkruar që afër zyreve të FSB-s në regionet ruse aty kena kryer aksionet. Afër zyreve të shërbimit rus, zyret regionale të ty e kemi kryer aksionet. Pra, çfarë do thotë ka hyrë, mund të them, në shpirtin e Agjencisë së Inteligjencës ruse. Por te Serbia që tha, mendoj, shef, a ka lidhshmëri, shef, me një fjalë për përfundoj, geopolitika sëshme botërore, impaktin çfarë ndodh ka dhe të na. Absolutisht, mund ta marrësh këtë gjë. Faleminderit Bilali shumë. Le të shohim se ka ndodhur 3 ditë kritike në fakt. Urojmë për më të mirën. Por kranë është koha ta relaksojmë komplet besoj. Është koha ta relaksojmë situatën, ta relaksojmë edhe mendjen, po gjithashtu edhe sytë tonë. Para se të shkëputës të me ju të regoj që shumë shpejt do ta kemi një lidhje direkte me spektaklin Supernova, i cili filloj të premtën e ndërsa o njëftua me top super